Familja e gurëve dhe llojet e tyre. Gurët, këto materiale të forta dhe të bukura që na rrethojnë, kanë shërbyer për shekujt e tërë si burim ndërtimi, zbukurimi dhe madje edhe si elemente simbolike në kulturat e ndryshme. Nga kohët e lashta, njeriu ka mësuar të dallojë dhe të përdorë gurët sipas veçorive të tyre fizike, kimike dhe estetike. Por çfarë e bën një gur të veçantë? Si klasifikohen gurët dhe cilat janë llojet e kryesore që formojnë familjen e tyre të pasur dhe të ndryshme? Ky dokumentar do të zbulojë sekretet e gurëve, origjinën dhe mënyrat se si ata ndikojnë në jetën tonë. Çfarë janë gurët? Gurët janë masa të forta të përbëra nga minerale të ndryshme të cilat formohen mbi tokë për mijëra ose milion vjet. Ata janë një dëshmi e historisë së planetit tonë dhe reflektojnë proceset gjeologjike që kanë ndodhur në thellësitë e tokës. Secili gur ka strukturën, ngjyrën dhe karakterin e vet, që varet nga përbërja minerale, presioni dhe temperatura gjatë formimit të tij. Për shkencëtarët, studimi i gurëve nuk është vetëm një mënyrë për të kuptuar tokën, por edhe për të zbuluar historinë e universit dhe zhvillimin e jetës mbi planetin tonë. Gurët nuk janë të njëtrajtshëm, ata mund të jenë të fortë dhe të qëndrueshëm, si graniti ose të butë dhe të përdorshëm për skulptura si gipsi. Klasifikimi i gurëve. Ekspertët ndajnë gurët kryesisht në 3 familje kryesore sipas mënyrës se si ata formohen. Në 1 gurët magmatik. Këta gurë formohen nga ftohja dhe kristalizimi i magmas. Lëngu i nxehtë shkëmbor që vjen nga thellësia e tokës. Magma mund të dalë në sipërfaqe gjatë shpërthimeve vulkanike dhe të krijojë gurë të ndryshëm. Graniti, një gur shumë i fortë dhe i qëndrueshëm, zakonisht me ngjyrë të çelët ose të errët. Graniti përdoret gjerësisht në ndërtim dhe për shtylla monumentale. Bazaliti, gur i errët, kryesisht i përbërë nga mineralet hekurit dhe magnezit, i zakonshëm në zona vulkanike. Andeziti dhe rioliti, gur të ndryshëm me strukturë të ndryshueshme, përdoren shpesh në ndërtim dhe dekorim. Gurët në 2 gurët sedimentor. Gurët sedimentor krijohen nga depozitimi i grimcave të tjera gurësh, mineraleve ose mbetjeve organike për periudha të gjata kohe. Ky proces ndodh zakonisht në lumej, liqene dhe dete. Shkembi gjelqeror, limestone, i përbërë kryesisht nga kalciumi, përdoret si në ndërtim dhe materiale për prodhimin e çimentës. Rrogë gjelqere, sandstone, formohet nga grimca rëre të bashkuara, përdoret shpesh për ndërtimin e ndërtesave të monumenteve. Shkrumbi, shale, gur sedimentor i butë, i përbërë nga balta e ngjeshur, përdoret si burim karboni edhe në industri të ndryshme. Gurët metamorfikë. Këta gurë lindin nga transformimi i gurëve ekzistues nën presion dhe temperaturë të lartë brenda tokës. Pa u shkrirë plotësisht, ky proces i quajtur metamorfozë ndryshon strukturën dhe mineralet e gurit, duke i dhënë karakteristika të reja. Mermeri, gur shumë i bukur dhe i përdorur për skulptura dhe ndërtime luksoze. Formohet nga transformimi i gurit gjelqeror. Gneisi, gur i fortë, me shtresa të dukshme, përdoret në ndërtim dhe dekorim. Shturi, gur i shkëlqyer për dyshemia dhe fasada, i formuar nga transformimi i bazaltit ose granitit. Rëndësia dhe përdorimi i gurëve. Gurët nuk janë vetëm elemente të tokës. Ata kanë një rol të rëndësishëm në kulturën dhe jetën e njerëzit, që nga ndërtimi i piramidave të Egjiptit e deri te monumentet moderne, gurët kanë shërbyer si simbol i forcës, qëndrueshmërisë dhe bukurisë. Përveç ndërtimit, gurët përdoren edhe në art, bizhuteri dhe teknologji. Disa minerale të veçanta si diamanti, zirkoni apo rubini kanë vlerë të madhe ekonomike dhe simbolike. Ata gjithashtu ndihmojnë shkencëtarët të kuptojnë historinë e tokës, duke treguar për klimën, aktivitetin vulkanik dhe lëvizjen e kontinenteve. Marrëdhënia me natyrën dhe njeriu. Secili gur është një dëshmi e kohës dhe forcave të natyrës. Ai mbart histori të thella dhe ndonjëherë edhe besime kulturore. Në shumë kultura gurët përdoren për të shëruar, do janë mitologji, për të mbrojtur ose për të rrequr energji pozitive. Kjo tregon se përveç përdorimit praktik, njerëzit kanë ndjerë gjithmonë një lidhje të thellë me gurët, duke i respektuar si pjesë të natyrës dhe të universit.